Vetëm një ditë para përfundimit të afatit kushtetues prej 30 ditësh për mbajtjen e seancës, ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka caktuar 6 gushtin datën e mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në një konferencë për media e para e vendit, Haxhiu tha se seanca do të mbahet të njëjtën me fillim nga ora 10. Sot, njëftoj se seanca konstituive e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbahet në datë 6 gusht në orën 10. Haxhiu gjithashtu tha se mbetet detyrim politik i subjekteve parlamentare që të vazhdojnë dialogun. Deri atëherë mbetet detyrim politik dhe institucional i subjekteve parlamentare që të vazhdojnë dialogun. Dialogun ndërmjet tyre askush nuk duhet ta shohë si një shenjë dobësie, por si dëshmi e përgjegjësisë demokratike. Është e vërtetë që partia fituese vetëvendosje i ka numrat edhe për konstituim të Kuvendit edhe për qeveri, por mos i harroni akuzat që na bënin partitë politike të kaluarën pse u ngutet me konstituim, pse u ngutet me qeveri. Pra pikërisht kjo ka qenë arsyeja që kam konsideruar që nëse ngutem ata thon pse u ngute, nëse s'ngutem pse s'u ngute, nuk i bie tamam. Ndërkohë, disa ditë më herët duhet të mblidhet kryesia e legjislaturës së re për të caktuar rendin e ditës.